Në muajin mars do të nisin diskutimet e paketës së re të pensioneve, e cila ka filluar të hartohet nga specialistë të Ministrisë së Financës dhe asaj të Punës. Rritja e moshës së pensioneve ka qenë një ndër kërkesat e përhershme të Bankës Botërore, ndërkohë që në paketën e re që do të hidhet për diskutim, pritet të propozohet rritja prej 5 vitesh e moshës së pleqërisë. Mosha e daljes në pension është 60 vjeç për gratë dhe do të propozohet të bëhet 65 vjeç, ndërsa për burrat është 65 vjeç dhe pritet të bëhet 70 vjeç. Sipas specialistëve të Ministrisë së Punës dhe asaj të Financës, rritja e moshës së pensionit bëhet për 2 arsye. E para, sepse jetëgjatësia e shqiptarëve është rritur nga 70 në 76 vjeç, dhe arsyeja e dytë është sepse skema e sigurimeve është në raportin 3 të siguruar për 1 të moshuar, por aktualisht numri të siguruarve që deklarohet është më i ulët dhe raporti është 1 me 1.5. Të gjitha hipotezat e mundshme për disa variante në këtë reformë bëjnë të ditur se Banka Botërore ka mbështetur përfundimisht futjen në Shqipëri të sistemit shumë kolonësh. Ky sistem ka në thelb një ndërthurje me skemës publike dhe asaj private të pensioneve, e cila do t'u japë qytetarëve përfitime të kënaqshme. Sipas asaj që është diskutuar deri tani, sistemi i ri do të jetë i përbërë nga 3 kolona. Kolona e parë është quajtur kolona 0 dhe në të parashikohen të përfshihen të gjithë të moshuarit, pavarësisht nëse ata kanë kontribuar apo jo. Qëllimi i kësaj kolone është të ofrojë një nivel të ardhurash bazë për të gjithë të moshuarit, duke u siguruar atyre minimumin jetik, pavarësisht nëse nuk e kanë vjetërsinë e nevojshme në punë për të përfituar pension. Ndërkohë, për sa i përket kolonës së dytë, parashikohet që një pjesë e kontributit të detyrueshëm do të administrohet nga skema publike aktuale e bazuar në solidaritetin mes brezave, e cila do të garantojë një pension bazë dhe pjesa tjetër do të administrohet nga kompani private, që do të zgjidhen nga shteti në bazë të legjislacionit që do të miratohet. Këto kompani në bazë të ligjit do të investojnë këto fonde në tregun financiar për të bërë të mundur rritjen e masës së parave të kontributeve. Këto para të paguara si kontributi detyrueshëm, së bashku me fitimin e realizuar ndër vite nga investimi i tyre, do të jepen në formën e pensionit kur të mbushet mosha e daljes në pension. Ndërkohë, kolona e tretë është tërësisht private, pra fondet e pensioneve që funksionojnë aktualisht, të cilat nuk janë të detyrueshme, por janë zgjedhje personale. Ndryshimi i skemës së pensioneve është një ligj që kërkon shumicën e cilësuar prej 84 votave. Skema aktuale e pensioneve është një ndër ndikuesit kryesor në rritjen e deficitit buxhetor në vend.